Chiamo dal servizio qualità investimenti in Fininvest. Për 100 ditësh, jemi angazhuar në gjurmimin, investigimin dhe demaskimin në call centerave mashtrues të Tiranës. Con un deposito minimo di €250 attiverà il nostro robot advisor. Së bashku me kolegët italian të emisionit Lejene, kemi treguar se si funksionon kjo skem, përmes së cilës zvidhen çdo ditë miliona euro nga qytetarët europian. Gli agenti vuoti fanno 300, 400, fino a 1 milione senza problemi. Ndërkohë, pas këtij bashkëpunimi, të paktën në një rast, SPAK kanë ndërhyrë duke ndërprerë aktivitetin e njërit prej qindra grupeve mashtruese që operojnë në çdo cep të kryeqytetit. Asnjë lëvizje. Spaku, kontroll. Blici i agjentëve të BKH-s në 2 prej kullave luksoze në qendër të Tiranës dha shpresë se diçka do të lëvizte, por sot, 3 muaj më vonë, duket se jemi në një rreth vicioz pas një rrugdalje. Call centerat jo vetëm që shtohen çdo ditë, po ndos të rikthehen aty ku e lanë, në vendin e krimit. Këto pamje janë xhiruar pak ditë më parë dhe tregojnë katin e 5 të downtown, i njëjti ambient ku sekuestruan materialet e një call centeri me 500 vende pune që pritej të hapej. Për të hyrë në ato ambiente, është një mision thuajse i pamundur, por bashkëpunëtorët tanë sigurojnë se mashtruesit janë kthyer në aktivitet me të njëjtin intensitet, duke kërkuar të rikuperojnë sa më parë humbjet e ditave kur ishte e mbyllur. A do ta verifikojë policia këtë ambient dhe aktivitetin që kryet aty, të cilin ne po e denoncojmë? Jemi thuajse të sigurt që nuk do ndodh, ashtu siç nuk ka ndodhur edhe me rastin e denoncimit të kësaj vile në rrugën e Kavajës, në të cilën punonin rreth 70 operator. Ky është nga Turqia, është diskutuar. Shiko kur të hynë, si dhe ky është Joni. Apo në rastin e një call centeri të ruajtur me bodyguard në Ring Center. Buongiorno, Luigi. Piacere. Cosa fanno qua? Se può dircelo. Posso chiudere la... Ah, sì. Policia ka qenë tërësisht indiferente edhe kur kolegu italian Luigi Pelazza i kontaktoi dhe i kërkoi bashkëpunim, madje duke i dorëzuar dhe hartën me adresat e sakta të call centerave. Siamo stati dalla Polizia Nazionale, ci ha ricevuti il vice direttore della Polizia Criminale, il quale quando ha visto la documentazione ci ha detto ragazzi, ci prendiamo qualche giorno e poi interveniamo insieme a voi. Noi gli abbiamo chiesto di poter seguire l'irruzione che avrebbero fatto nei vari call center. Torniamo in Italia, passa una settimana, passano 2, non succede nulla, scriviamo diverse mail, anzi fissiamo con loro alcune date che vengono puntualmente annullate. A quel punto, dopo un mese, abbiamo capito che qualcosa non andava. Kjo shmangje përgjegjësisë ndodhi edhe në rastet kur mashtruesit ishin brenda ambienteve dhe prezenca e agentëve të policisë mund të sillte një rezultat të mirë në kapjen e tyre, por nuk qethen. Si rregull, ka burgallësi me drejtoria, do vinë ato drejtorisë, si e ndjekit si rast, do të vinë tina ato prezant. Ne jemi në mbështetje të drejtorisë, por ne nuk mund të hyjmë dot brenda pa qenë oficiale të drejtorisë. Tu non puoi suonare il campanello? Nuk mund të unë të jam unë jam autorizuar për ato. Neanche suonare il campanello si può. E facciamo noi allora. Në çdo call center të madh që shkojnë operatorët, pyetja e parë që bëjnë a kemi siguri këtu, se kanë hall mos kapen me këto që po ndodhin. Edhe përgjigjja vjen direkt. Kemi mbrojtje të fare, zguxon njëri të vike ne, që domethënë është shumë e vërtetueshme. Ata atje ndiheshin të sigurt dhe thoshin që kemi garanci të plotë. Askush nuk mund të na afroheshin. Kishin policinë në dorë. Atje janë gjithë shesat krijohet në një ide se janë të punuar në një bankë dhe jo në një vend ku mashtrohen persona të lirshëm. Janë totalisht mbrojtur dhe punojnë pa e vrarë fare. Dhe për këtë natyrisht paguhen. Variojnë edhe nga 20.000 euro e lartë çdo muaj, është logjike. Normalisht një call center i madh nxjerr miliona euro. Kur them 20.000 euro është shifër minimale, janë kështu gjëra të vogla, shifër qesharake për kafe. Akuzat tepër të forta ndaj atyre që paguajnë për të na ruajtur dhe për të luftuar shkelësit e ligjit, por disa fakte na bëjnë të dyshojmë se këto fjalë kanë shumë të vërteta brenda. Për më tepër kushojmë se sa me lehtësi kemi arritur të zbulojmë call centerat, edhe pse zhvendosen në mënyrë të vazhdueshme, ndërkohë që policia mbyll syt. Prandaj, 2 javë më parë i bëm këtë thirrje policisë së shtetit. A do t'i kapni këto keqbërës apo do të vazhdoni të konsideroni bashkëpunëtor të tyre? Por siç mund ta imagjinoni, nuk morëm asnjë përgjigje. Prandaj, do të vazhdojmë të këngulim në kërkesën tonë, duke përfshirë edhe ata që janë votuar për të na përfaqësuar. Keni një koment për këtë? A do ta ngrini ndonjëherë në parlament si çështje pasi po vidhen miliona euro të qytetarëve evropian? Ky është ndonjë që merret me call center dhe i ka biznes, qoftë edhe këtu në parlament edhe Ju do ta ngrini si çështje në parlament sepse është situatë goxha serioze. Informacion të plot, patjetër që do ta mbështes çdo lloj gjëje që është e padrejtë në shkelje të ligjit.
A keni parë se sa e rëndë është situata? A mendoni se është momenti ta ngrini në parlament si çështje, pasi po mashtrohen me qindra qytetarë? Çdo mashtrim është e rëndë, është vepër penale. A mendoni se është momenti që të ngrihen në parlament si problem, sepse po mashtrohen me qindra njerëz, me miliona euro? Nëse çështja e sigurisë, edhe mund bëj. Të gjitha subjektet që operojnë në mashtrim dhe në evazion janë shumë të rënda pa diskutim. Çdo situatë kriminale e rëndës. Ato janë në hetime dhe shpresoj që të zbardhet sa më A do ta ngrini në parlament si çështje? Po ajo është në hetim, çfarë kuptimi ka futet politika? Sa e rëndë është situata me call centerat mashtrues për ju? A do ta ngrini në parlament si çështje? A është situatë e rëndë për ju? Është shumë e thjeshtë, nëse ka vullnet dhe dëshirë, nëse do donte qeveria, mund të ishin gjetur këto lloj persona, këto lloj grupe të strukturuar kriminale, sepse nuk janë thjesht veprime individuale, por janë në kuadër të një grupi strukturuar kriminal që veprojnë në Shqipëri. Policia nuk gjen shumë gjëra në Shqipëri, gjëra që ju i dini, ne i dim, bën bashkëpunimet e veta. Prandaj është policia në këtë gjendje që është. Shiko, ka efektiv ndershëm policinë e shtetit sa të duash, por sot policia e shtetit kontrollohet nga krimi. Nuk mundet krimi të kapi krimin. Sa e rëndë është situata me call centerat mashtrues të Tiranës që kemi denoncuar për javësh? Ju si deputete keni një koment për këtë? Pyesni administratorin e Tiranës dhe të Syrit. Po e rëndë e di gjithë Shqipëria që janë vjedhur me miliona qytetarë italianë dhe gjerman, po vetëm qeveria shqiptare nuk e di, policia shqiptare nuk e di, institucionet ligjbatuese në vend nuk e dinë dhe me sa duket kanë patur bekimin e qeverisë. Policia është parë në këtë vend, ju keni parë edhe nga përgjimet e tjera ku policia shërben për të rrëmbyer persona, për të mos marrë pjesë në tendera, kështu që mos mendoni se nuk e dini, janë thjesht parë dhe të kapur. Për mua policia për çdo pikë të tyre merr lekët, merr rrogën. Shefët e komisariatit marrin sipas madhësisë që ka koncendi marrin nga 5 deri 10.000 euro, siç bëjnë me gjëra të tjera. Nëse e vu të re, deputetet janë të ndarë, ato të mazhorancës mundohen ta minimizojnë situatën dhe ato të opozitës tregohen mjaft të ashpër ndaj policisë. Ndërkohë, i vetmi deputet i shumicës parlamentare i cili flet pa dorashka është zoti Orion Braçe. Sa e rëndë është për ju si situatë? Shumë e rëndë është, sepse me thënë drejtën ka dy aspekte. E para që këta kanë krijuar bazë, e dyta që këta kriminalizojnë ekonominë, e treta që këta kriminalizojnë imazhin ekonomik të Shqipërisë dhe e katërta që është akoma më e rëndësishme, të gjitha institucionet që duhet merren me hetimin e kësaj gjëje bëjmë pas. I kemi kërkuar me shumë gulm Autoritetin Mbikëqyrjes Financiare që duhet merret me Forex, sepse ka ekspertizën e dur, profesionalizmin, specialistët që duhet ta bëjnë këtë gjë. Dhe prej vitesh kanë bërë pas. A është momenti që të ngrihet si problem në parlament? Në Komisionin e Ekonomisë para rreth një muaji e gjysmë unë kam kërkuar që ne të bëjmë koordinimin e gjithë këtyre institucioneve në një mbledhje të posaçme pikërisht për të goditur këtë fenomen. Nëse ne kemi arritur të gjurmojmë disa prej tyre në Tiranë. Këtë thash dhe unë në Komisionin e Ekonomisë. Policia është e paaftë t'i gjurmoj, t'i kapi, apo ka dieni dhe nuk mundet? Unë dyshoj shumë që policia nuk e di. Pra nuk do? Në kulla luksi nuk mund të ushtrohet aktivitet pa dieni. Policisë një, tatimeve dy, e kështu me radhë. Po ministri i ri i brendshëm, a do të bëjë një përpjekje për të dhënë fund kësaj situate të këtyre grupeve kriminale? Një prej kohësh kemi denoncuar për call centerat mashtrues të Tiranës. A keni ju dieni dhe sa e rëndë është situatë? A keni një koment për këtë? Besoj se keni parë që është bërë mediatike edhe në Itali edhe këtu në Shqipëri. Madje në një aksion që ne kemi bërë së bashku me kolegët, kemi thirrur policinë dhe policia në atë moment na la dhe u zhduk. Është normale? Për na kërkojnë ndihmë si media për një rast aq të rëndë si call centerat mashtrues, ku vidhen me mijëra qytetarë? Kjo është përgjigjja e ministrit të brendshëm, personi që duhet të mbajë përgjegjësi për përfshirjen e policisë së shtetit në këtë aferë korruptive. Shikoj gjithë shefët e komisariatit, gjithë policët, qoftë dhe këta që rrinë rrugë me tabel, shikoj kemi iPhone 17, unë shketi s'pe kaloj atë 15.